Paqja me ju, vëllezër dhe motra, sot do të përqendrohemi në leximin e parë që është marrë prej letrës drejtuar Romakëve. Le ta dëgjojmë. Për të vërtet, mua nuk më vjen turp prej ungjillit, sepse ungjilli është fuqia e hyjit për shëlbimin e atij që beson. Masi pari për judeun e mandej për grekun. E një mend, në të zbulohet drejtësia e hyjit me anë të fesë e përfen. Sikurse është në shkrim shenjtë, i drejti do të jetoj prej fesë. Qytetërimi i hyjit vërtet zbulohet nga qielli kundër mbrapshtije e padrejtësie të njerëzve, të cilët me padrejtësi se lënë të veproj e vërteta. E pra, çka mund të dihet për hyjin, njerëzit e kanë të qartë, vetë hyji u a ka zbuluar. E në të vërtet, për kryemerit e tia të papashme, pushteti i tij i amshuar dhe hynia, atje që prej krijimit të botës mund të shihen me anë të mendjes në sajt e veprave të tia. Prandaj nuk kanë se si të arsyetohen, sepse edhe pse e njohën hyjin, nuk ja dhanë nderimin e duhur, as falenderimin ashtu si përket hyjit. Por përkundrazi, tretën një arsyetime të zbrazeta të veta. E kështu u rresua zemra e tyre e pa kuptim. Duke dashur ta tregojnë veten për të mendshëm, u bën të marrë dhe nderruan lavdinë e hyjit të pashkatërrueshëm me idhuj, piktura që paraqesin njeriun e shkatërrueshëm, shpendet, shtazët, katërkëmsh, zvarranikët. Prandaj edhe hyji lejoi të bien sipas prirjeve të zemrës e tyre, me fëlligështi, e kështu ata vete që nderojnë trupin e vet. Ata nderruan hyjin e vërtet me idhuj, nderuan dhe u shërbyen krijesave në vend të krijuesit, i cili është i bekuar në amshëm. Amen. Fjala e Zotit, falenderojmë hyjin. Mirë, shpresoj që të jetë pak e kuptueshme çfarë kam lexuar. Shempali ishte thënë diçka shumë shantas. Dhe nëse duket pak e vështirë ky lexim, përpara ai thotë që nuk i vjen turp për me shpall ungjillin, sepse nëpërmjet ungjillit kena mundësi mu shpëtu. Me marr lajmin e mirë ka mundësi me shënderru krejtësisht jetën tonë. Por ka një dije që shkon kundër ungjillit. Është dija idhujtare. Ka diçka që ka shumë lidhje me këtë mendim që tregon Shempalli. Shempalli është të thënë qartë është këtë punë. Kur njeriu nuk i jep lavdi hyjit, e rresohet në mendje. Kur ne nuk pranojmë hyjin në vendin e parë, falenderojmë atë, nderojmë atë, kërkojmë lavdinë e tij, idhujt na e rresojnë mendjen. Deri në pikë, thotë Shempalli, që Zoti ka lejuar që ata të çnderojnë trupin e tyre. Për çfarë është u fol? Për fëlligështinë që ndodh edhe në kohët e sotme, me burrat që shkojnë me burrat, gratë që shkojnë me gratë, familjet që nuk e di çfarë janë, që nuk është burr dhe gru të lidhur me Zotin e mes që të hapen ndaj jetës. Kur Zoti nuk është në vendin e parë, edhe vlerën e njeriut nuk dim si me vlerësu veten tonë, edhe të tjerët. Shempalli na vendos në kujdes me këtë punë. Ta dim mirë, të gjitha budallëqe që shohin tashmë, edhe vende që duken se janë vende ku ka
janë të përparume, se edhe bien në gjanat që janë të tmerrshme. Edhe të gjitha këto gjana në emrin e arsyes. Jo, njeriu kur e nderon me të vërtet Zotin, edhe arsyeja është e shëndoshme. Gjanat që na duken disa herë që janë të qartas, kur njeriu kërkon me pa vullnetin e vet, edhe pasaj në duken qartas. Një gjë më ka ardhur në mend, duke menduar në këtë pjesë, diçka që thonë edhe filozofët. Në veçanti mendojnë në Pascal. Pascal ka thënë se vullneti disa herë është nënshtruar, nënshtron mendjen, nënshtron intelektin. Kur ti dëshiron diçka, me të vërtet, ti ke mundësi me trillu edhe arsyejat për me ndjekë çfarë ti dëshiron. Nëse vullneti yt është me mëkatu, do të gjesh edhe arsyejat për me mëkatu. Nëse të thot mendja, zemër, me shku me një gru që nuk është roja jote, edhe jetë caktuar me pa këtë punë, do të gjesh edhe arsyejat për me shku, sepse intelekti nënshtrohet vullnetit. Kjo korrespondon me këtë ide. Nëse zemra jote nuk është tek Zoti, atëherë edhe intelekti do të rrezohet për me shku mbas zemrës sate. Sot Ungjilli na thot, jepni në lemosh, në mëshirë, çfarë keni në brendësi, në zemër, që Zoti ta pastrojë për brenda, e pasaj tana gjanat e tjera të jenë të pastruara. Të lkurajur e ta kërkojmë prej Krishtit këtë gjë, që ai të pastrojë me të vërtet brendësinë tonë, që dashuria jonë, zemra jonë të jetë te Zoti, në mënyrë që tana tjera, gjanat tjera të ndriçohen nga dashuria e Tij. Që lëvdu Krishti.